Vllaznisë, Matilda Matia. Titulli i rrallës, por sa vështirë ishte për të mbritur deri ditën e sotme. Ishte titulli 13 me emrin e Vllaznisë. Nuk ishte një titull i lehtë për të fituar, edhe pse duket kështu kur e thu i 13 i rrallazi. Në fakt ka pas shumë sfida edhe vazhdimisht ka shumë sfida. Por Vllaznia, vajzat bashkë me stafin teknik bën një punë të jashtëzakonshme gjatë tan vitit dhe kjo është ndër vite kjo gjë dhe për fat të mirë edhe këtë vit arritëm që të fitojmë edhe t'ju tregojmë edhe një herë të tanë aty që ndoshta nuk besoj se kanë pas dyshime, por të paktën kanë pas disa shpresa të kota ndoshta që Vllaznia nuk do dilte fituese dhe kampione këtë vit. Sfidat janë të shumta të drejtën, por për fat keq këtë vit, ashtu sikurse edhe këto vitet e fundit, me keqardhje them që nuk ka qenë sfida që vijnë nga konkurrenca e drejtë. Ka pas sfida që kanë ardhur nga shumë aktor dhe faktor të jashtëm që tu mos i dashur me i prish festen e ekipit ton, nuk ja vlen me i përmend hiç. Por ditë them që Vllaznia me punën e palodhshme që bën çdo ditë dhe çdo vit, fitoi titullin e 13 dhe besoj që do të jetë në vazhden e çmimeve dhe titujve të tjerë. E gjithë familja Matia sot prezent si gjithmonë në arritjen e suksesit, duke nisur nga presidenti Lazar Matia, Oliver Matia, vllai juaj, si drejtori teknik, por edhe mami juaj. Patjetër, Vllaznia është familje, Vllaznia është, si ka thënë edhe profesor Niko, është fe, edhe Vllaznia është për ton qytetin ton, nuk është vetëm për familjen ton. Patjetër ne jemi shumë të investuar në çdo aspekt tek ekipi i Vllaznisë, kështu që do ta mbështesim deri në fund. Dhoma muze e ekipit femërave duket se është mbushur me trofet. Mban prap ajo. Mban prap edhe nëse s'ban prap do të bëjmë dhoma të mëdha. Tashmë nisim përgatitjet për Ligën e Kampionëve. Po, do të nisim shumë shpejt përgatitjet për Champions League-ën, sepse këtë vit janë edhe pak më herët krahasuar me vitet e mëparshme, do të jetë në fillim të gushtit, kështu që shumë shpejt do fillojmë me përgatitjet, kështu që nuk ka pushim shumë për ekipin fitues. Faleminderit.